Një 34 vjeçar u arrestua në 24 orët e fundit nga policia e Shkodrës, pasi ushtroi dhunë psikologjike dhe fizike ndaj nënës së tij. Një rast ky i përsëritur sipas policisë vendore, që kreu arrestimin e 34 vjeçarit në fshatin Bleran. Fatkeqësisht rastet e dhunës kanë shënuar rritje këtë vit dhe sipas të dhënave zyrtare, 124 gra janë drejtuar organeve ligjzbatuese ose organizatave që merren me trajtimin e këtij fenomeni në Shkodër. Në total, me rastet e përsëritura, shifra e denoncimeve arrin në 350. Rastet e dhunës në familje janë mjaftueshëm të rrituna. Nga këto raste, 43 raste janë trajtuar gra dhe fëmijë në strezën e emergjencës, 63 nga këto raste kanë kërkuar këshillim psikologjik dhe 61 raste kanë marrë këshillimin juridik. Faktorët që ndikojnë në rritjen e dhunës në familje janë të shumtë dhe kërkojnë vëmendje të vazhdueshme nga institucionet dhe komuniteti. Kryesori është mendësia, mënyra se si burrat edhe gratë, djemtë edhe vajzat janë edukuar në familjet e tyre të origjinës. Tendenca zakonisht e burrave për të kontrolluar dhe për të vendosur veton e tyre në çështje të ndryshme familjare pa marrë mendimin e gruas, tendenca për të zgjidh me dhunë problematikat që çdo familje mund të ketë. Ndërsa shënohen 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, thirrja që ju bëhet grave e vajzave është që të mos hezitojnë të kërkojnë ndihmë.